zoti Mendu Thaçi tham që ishte javën e kaluar në dialog të lajmi, akuzoi liderin e BDI-s Ali Ahmeti se Tinës ka zhvilluar negociata paralele me Kristian Mickoskin, atëherë mandatar për formimin e qeverisë së re me VMRO DPMN, pra janë zhvilluar negociata paralele në kuptimin që krahas bisedimeve që i ka zhvilluar zoti Thaçi, zoti Elmi Aziri dhe zoti Faton Ahmeti, janë zhvilluar edhe negociata direkte midis zotit Ahmeti dhe Mickoski. Jeni ndjeni për këto takime? Këta janë spekulime, shifni gjithë dinë që përfaqësuesi shqiptar dhe Maqedoni është Ali Ahmeti. Edhe ndërkombëtarët e dinë që telefoni për shqiptarët në Maqedoni është Ali Ahmeti. Edhe Palla Maqedonase e din ja thonjën e Kissingerit, thotë nëse ndodh diçka në Europë, cili numër duhet ta thirr, cili është numri, cili është telefoni. Edhe shqiptarët e kanë pas këtë mirë me BDI-n se është ditë ku është telefoni për gjithçka. Tash e dini te vleni janë 5-6 telefona, nuk di ku sheqel.